23 vjeçar u arrestuar në Elbasan pasi vendosi tritol banesës së tij për të përfituar azil në vendet e Bashkimit Evropian. Ngjarjen e inskenoi bashkë me Nipin, i cili po ashtu u vendos në pranga. Shpërthim me tritol pati edhe në Tiranë, lënda plasëse u vendos në makinën e një mjekeje e cila punonte në një spital privat në kryeqytet. Të nderuar zonja dhe zotërinj, mbrëma, mirë se erdhët në ditarin e fundit në A2CNN kundër zhvillimet kryesore do të ndisni. 10 ditë nga zgjedhjet parlamentare, politikanët kanë ashpërsuar gjuhën në fushat. Drejtuesi i PD-s në qarkun e Elbasanit, Tomor Alizoti, u shpreh se demokratët do të hanë të gjallë ata që prekin votat. Kryeministri u përgjigj nga Berati Alizotit duke i quajtur çyryk, ndërsa u shpreh se në 11 maj demokratët do të marrin një mësim të mirë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka sqaruar në një konferencë për mediat se kontrata e lobimit për $6 milion në Amerikë nuk ka lidhje me zgjedhjet parlamentare. Dështon për herë të nëntë konstituimi i Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu nuk mori votat e duhura për të zgjedhur si krye parlamentare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Ukraina firmosën marrëveshjen për shfrytëzimin e nëntokës pas një ndryshimi të minutës fundit të bërë nga Kievi. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka sqaruar në një konferencë për mediat se kontrata e lobimit për $6 milion në Amerikë nuk ka lidhje me zgjedhjet parlamentare. Berisha tha se marrëveshja është e lishme dhe një ndër qëllimet e saj është të informojë Shtetet e Bashkuara për realitetin në Shqipëri. Sali Berisha kërkoi të mësonte sërish rezolutës së partive popullore europiane mbi qëndrimet e tyre për zgjedhjet në Shqipëri, por interesi mediatik ishte tjetër kund. Pyetjet mbi kontratën e lobimit në SBA kishin ditë që prisin përgjigje. Nuk mund të mohojmë se u hudh shumë bardh mbi partinë më proatlantiste, mbi partinë demokratike dhe përpjekët e saj. Ndaj dhe ne kemi është marrë një avokat ndër më të shquarit të asaj toke, paraqitjen e realitetit shqiptar me të gjithë problematikat e mëdha të tij para administratës Shteteve të Bashkuara. Kryedemokrati kujdesën në vizonte se Partia Demokratike është thjesht përfituese një dhurate, duke cituar edhe ligjin e partive politike. Ne që autorizon partitë politike të marrin ndihmë, mbështetje financiare ose ndihmë nga forca tjera politike, organizata ndërkombëtare partijake politike dhe fondacione. Rëndësinë e këtij bashkëpunimi Berisha lidh me fatin e marrëdhënieve Shqipëri-SBA dhe duke treguar se ku do të jetë fokusi i saj. Ne besojmë se bashkëpunimi i Tiranës me bandat dhe krimin është rrezik jo vetëm për Shqipërinë, rajonin e Evropës, por edhe për Shtetet e Bashkuara. Së treti, ne besojmë se çështja me Gonigal është me një varr i hapur dhe duhet mbyllet. Me pyetjeve pa përgjigje ishte dhe ajo se nëse nëpërmjet kësaj kontrate lobimi, po kryet edhe pagesa për Krisla Civitan. Continental është i kontraktuar avokati të kauzave të drejta të Partisë Demokratike, kurse Krisla Civitan është kontraktuar këshilltar elektoral i Partisë Demokratike. Gjatë konferencës për sy, Berisha u shpreh se kjo kontratë nuk është mbajtur e fshetë, por se demokratët duhet të përqendrohen te fushata. Në mbyllje të fushatës elektorale në Berat, kryeministri Edi Rama premtoi pasaportën europiane dhe dha garancinë për mbrojtjen e drejtësisë. Kryetari i Partisë Socialiste sulmoi edhe Partinë Demokratike si dhe partitë e reja. Do konfirmojmë 5 deputetët. Në zgjedhjet e 11 maj në qarkun e Beratit, Partia Socialiste do të jetë në pozicion mbrojtës për të ruajtur 5 mandatet e fituara në 2021-shin. Në mbyllje të fushatës, Edi Rama kërkoi mobilizimin e socialistëve dhe demokratëve që ditën e zgjedhjeve të votojnë partinë që ai drejton. Partia Socialiste nuk është një parti ëngjësh, mund mos jetë më e mira, po më të mirë se Partia Socialiste nuk ka. Nuk është e keqja më e vogël. Partia Socialiste është e mira
më e madhe që shqiptarët mund të zgjedhin. Kryeministri ju ofroi qytetarëve të Beratit pasaportën europiane dhe mbylljen e negociatave deri në 2027. Kjo pasaporta europiane e shqiptarëve nuk është një dokument tjetër për të udhëtuar nëpër Europë. Kjo pasaporta është një status i ri qytetarie europiane. Partia Socialiste dhe ai vetë, sipas Edi Ramës, janë garancia e pavarësisë së drejtësisë, ndërsa bashkëpunëtorët e tij, të cilët po japin llogari para ligjit, i cilësoj pjesës së shkuarës. Ata që janë përpara drejtësisë kanë qenë pjesë patjetër e qeverisë sonë. Unë do të isha kokulur nëse do të kishim një drejtësi që do godiste vetëm kundërshtarët. Jo shumë vite më parë, kur nga dritarët e kryeministrisë vriteshin protestues pafajshëm, i klithte prokurores përgjithshme Lavire Bulevardi. Ai sulmoi edhe kundërshtarët politik, duke e cilësuar votën për Sali Berishën dhe Partitë e Reja si kthim pas në kohë të zhvillimit të vendit. Me buvin që i fiket llamba në çdo 3 minuta dhe çdo gjenerator, apo me këto partiçkat që duan zgjedhjet parakoshme. Në Berat nuk e kurseu as ish bashkëpunëtorin e tij politik, Ilir Metën. Sa ande, sakte. Dhe që e kishte oreksin më të madh, se ç'kishte stomakun derisa i plasi stomaku. Ndërsa më herët në Kuçov, kryeministri ironizoi deklaratat e drejtuesit politik të Partisë Demokratike në Elbasan, Tomor Alizoti. Bërtiste do t'ju ham të gjallë. Ua, çryk, patjetër. Si mund ta qush normal? Do t'ju ham të gjallë. Edhe pse sondazhet i lexon si triumf për partinë e tij, kryesocialisti udhëzoi mbështetësit që më 11 maj të shkojnë drejt kutive të votimit, pasi sipas tij, fitoria vuloset nga vota në kutinë e votimit. Demokratët shpërsuan gjuhën gjatë takimeve elektorale në qarkun e Elbasanit duke kaluar në kërcënime. I pari ishte drejtuesi politik i qarkut, Tomor Alizoti, që paralajmëroi se do të hante të gjallë çdo që intimidon zgjedhësit, ndërsa Sali Berisha përmendi me emër Suel Çela. Fushata e demokratëve në bashkitë e qarkut të Elbasanit nuk u ndal vetëm te mesazhet politike. Tonet kërcënuese i ngriti i pari, drejtuesi politik i demokratëve, Tomor Alizoti, që u shfaq me një gjuhë larg asaj që përdor zakonisht në politik. Një mesazh për ju, që jeni jashtë dhe jeni cepave. Ju që i shkoni njerëzve në shtëpia për t'ju marrë votat. Mos harroni që ne kemi mundur baballarët tuaj, që kishin tanke, kishin ushtri, kishin polici. Juve do t'ju ham të gjallë. Nëse veni mina, nuk do t'ju ndahemi kudo që t'jeni. Ju që doni të shkatërroni Shqipërinë, ju analfabet, ju maskarej, PD-ja është themeluar nga njerëz të lirë. Doktori jepi sepse ty të kanë më shumë frikë. Fitore! Me thirrjen drejtuar Berishës për të tremur më shumë kundërshtarin, Alizoti u duke vetëdijshëm mbi kapacitetin e vet për të ngjallur frikë mbi kampin tjetër. Doktori nuk e zhgënjeu dhe gjatë takimit elektoral në Librazh foli me emra, duke treguar se si ishte dhunuar shoferi Tauland Ballës. Sueli ja bëri për spital shoferin. Dhe Tao, dhe Tao e qepi gojnë si i pa qenë, si ushtari Suelit, turp të ketë. Ja theu koskat, sepse nuk mbështeti Sara Milen. U garantoj ju se Suelin dhe Suel si a ju do shpallën terrorist me datën 12 maj. Pas ndalesës në Librazh, kreu opozitës zhvilloi një takim elektoral edhe në Belsh, nga ku një mesazh pati për administratën. I bëj thirrje administratës. Ti qëndroj, çdo punoj si administrat, ti qëndroj besnik ligjit. Tu shërbej ju në përputhje me ligjin dhe ne konsiderojmë atë shërbëtor të vyrë të shtetit dhe të qytetarëve. Natyrisht, ata që zgjedhin patronazhistin, ata janë terrorist elektoral. Me premtimin e Shqipërisë madhështore, Berisha prezantoi programin ekonomik të PD-s, ku pohoi se brenda 100 ditëve të para, qytetarët do të dalin nga varfëria ekstreme. Edi Rama, gjatë një takimi elektoral në Dimal, sulmoi Partinë Demokratike dhe Partitë e Reja. Sipas tij, në 11 maj Shqipëria voton për të zgjedhur Bashkimin Evropian ose kthimin pas.
Rama pohoi se PD ka para për të hequr non gradën e Berishës, por jo për qytetarët. Atyre që thonë, po mirë, pse doni ju mandatin e 4, i them eksaktësisht sepse ka ende shumë për të bërë. Dhe atë shumë që ka për të bërë, harrojeni se e bën dikush tjetër përveç Partisë Socialiste. Harrojeni se e bën dikush tjetër. Harrojeni. Njëri Bufi Knetës e keni dëgjuar, del thot në 12 maj do shkri SPAK-un, do shkri dhe platformën i Albania. Do me thënë, drejtësia do kthehet aty ku ishte, në kënetën e Bufit, që kur vriteshin njerëz poshtë dritares kryeministrit, prokurori nuk merrte dot në pyetje 3 drejtorë policie, dhe nga ana tjetër kryeministri dilte dhe e bënte prokurorin e përgjithshme lavire. Ka ndodhur para pak vitesh, nuk ka ndodhur në shekullin e 15. Dhe do kthehen dhe të gjitha sportelet aty ku ishin, që njerëzit të capërlohen në përradha, dhe ndërkohë emigrantët mos marrin më asnjë shërbim siç marrin sot, pa lëvizur nga vendi deri në Australi, nga Albania, po të presin që të vinë këtu për të marrë një shërbim. Këto janë 2 propozimet kryesore që dëgjoni. Se ato të tjerat pastaj do japim kaq, do japim aq, që dini mirë ju se si janë lekët e Bufit. $6 milion nga këneta për të pastruar atë tatuazhin në ballë të non gratës dalin, po ato paratë e tjera për popullin, ato nuk dalin. Ndërkohë, të tjerët që me demek janë të rinj, thonë, po që se na vjen ne në dorë kjo punë, do shkojmë në zgjedhjet parakohshme. Ndërkohë që ne na duhet të mbyllim negociatat me Bashkimin Evropian 2027 dhe të futemi në Bashkimin Evropian që të kemi pasaportën europiane për të gjithë shqiptarët, që mos jenë më populli dorës dytë. Pas sulmit të kreut të Partisë Socialiste, Edi Ramës për partitë e vogla që kanë deklaruar se nuk do të bëjnë koalicion nëse do të kenë duar fatin e qeverisë së re, por do të dërgojnë vendin në zgjedhjet parakohshme, ka ardhur edhe përgjigje nga Adriatik Lapaj. Kreu i Nisma Shqipëria Bëhet ka treguar arsyet pse kanë marrë këtë vendim. Ka zënë frika. E diti që do shkojmë në zgjedhjet parakohshme. Do shkojmë që ti të mos e dhunosh më administratën e ti detyrosh për votë. Do të shkojmë që të mos kesh më të fortë rreth vetes, të cilët me ata që mban rreth rrotu kërcënojnë qytetarët. Do të shkojmë në zgjedhjet parakohshme nëse qytetarët na besojnë ne, aq mandate sa ti të mos e bësh dot qeveri. Dhe 10 ditë. Ish-deputeti demokrat Ervin Saliani kërkon gjykatës posaçme të urdhërojë SPAK të nisë një hetim penal ndaj kreut gjykatës së lartë Sokol Sadushi për shpërdorim të detyrës. Ish-ligjvënësi i dënuar me burg ka ankimuar vendimin e SPAK që vendosi të mos fillohet procedim penal mbi kallëzimin e bërë prej tij. Teksa qëndron në qelit e burgut të Fierit prej shtatorit të vitit të shkuar, ish-deputeti demokrat Ervin Saliani ka nisur një përballje me SPAK në gjykatën e posaçme. Përmes një ankimi, ish-deputeti i kërkon kësaj gjykate të detyrojë prokurorinë e posaçme SPAK të hetojë kreun e gjykatës së lartë Sokol Sadushi për veprën penale të shpërdorimit të detyrës, me pretendimin e shkeljes së ligjit dhe kryerjes së veprimeve fiktive në mënyrën e përzgjedhjes së gjyqtarëve relator që shqyrtuan 2 kërkesa të tij në gjykatën e lartë. Bashkë me Sadushin, për të njëjtën vepër penale, ish-ligjvënësi kërkon hetim edhe për kancelaren e kësaj gjykate Anila Kulo. Ish-deputeti Saliani i kallëzoi 2 zyrtarët e gjykatës së lartë në ditët e para të prillit. 2 ditë pas regjistrimit të kallëzimit në SPAK, prokurori i posaçëm Bledar Maksuti vendosi mos fillim të procedimit penal, me arsyetimin se faktet e pretenduara nga ish-deputeti nuk përbënin vepër penale, vendim që është kundërshtuar tashmë nga Saliani në gjykatën e posaçme. Në kallëzimin e bërë në SPAK, i dënuari me 1 vit burg për kallëzim të rrem në dosjen Babalja, pretendonte se përmes veprimeve të tyre, kryetari Sadushi dhe kancelarja Kulo i kanë cënuar të drejtën për një gjykim të drejtë nga një gjyqtar i paanshëm dhe i pavarur. Sipas tij,
gjykata e lartë kishte ndryshuar brenda 48 orëve gjyqtarin Albana Boksi, të zgjedhur me short për shqyrtimin e rekursit të tij kundër vendimit të fajësisë me gjyqtarin Sokol Binaj, ndërsa në rastin e shqyrtimit të kërkesës së tij në gjykatën e lartë për pezullim të mbylljes në qeli, gjyqtari Binaj ishte caktuar pa short. Në lidhje me ndryshimin e emrit të gjyqtarit relator të shqyrtimit të rekursit së Salianit, vetë gjykata e lartë në një korrespondencë me avokatët ka sqaruar se është bazuar në një urdhër të kancelarit të kësaj gjykate të vitit 2023. Në ankimin ndaj vendimit të SPAK për mos fillim të hetimit, ish-deputeti pretendonte se prokurori i SPAK nuk kishte kuptuar drejt faktin penal të kallëzuar prej tij. Dënimi me burg ndaj deputetit demokrat Ervin Saliani mori formë të prerë në 26 shtator të vitit të shkuar, ndërsa më 11 mars 2025 gjykata e lartë refuzoi rekursin e bërë prej tij, duke lënë të pandryshuar dënimin. Një shpërthim me tritol ndodhi mëngjesin e kësaj të njëjte në Tiranë, lënda plas se ishte vendosur në gomën e një makine në pronësi të një mjeke, e cila kishte parkuar pranë spitalit privat ku është e punësuar. Vetë mjekja ka mohuar të jetë ajo objektiv, duke ngritur dyshimet se objektiv mund të ketë qenë spitali dhe jo personeli. Ishte ora 4 e mëngjesit të kësaj të njëjte kur banorët e zonës së Qytet Studentit u zgjuan nga shpërthimi me lëndë plasëse e vendosur në një automjet. Automjeti në pronësi të mjekes Matilda Kaja ishte i parkuar pranë një spitali privat në Tiranë. Nga shpërthimi nuk pati të lënduar në njerëz, por vetëm dëme materiale. Për këtë ngjarje, policia i ka nisur hetimet në 2 pista. Hetuesit dyshojnë se tritolvënia në gomën e parë të mjetit të jetë një formë kërcënimi për doktoreshën. E marrë në pyetje, Kaja ka mohuar të ketë konflikte me ndonjë person, ndërsa ka hedhur hipotezën se lënda plasëse mund të ishte objektiv për spitalin e jo për personelin. Nisur nga kjo, policia ka shtuar pistën e hetimit, duke verifikuar edhe mundësinë nëse autori të ketë pasur si qëllim spitalin privat. Autori është ende i pa identifikuar nga hetuesit, të cilët janë duke këshyrur pamjet e kamerave të sigurisë për të zbuluar lëvizjet e tij. Një 43 vjeçar u arrestua nga policia e Elbasanit pasi i vendosi tritol banesës së tij me qëllim për të përfituar azil në një nga vendet e Bashkimit Evropian. Ngjarjen Arbër Pepa e inskenoi së bashku me nipin e tij 18 vjeçar, i cili po ashtu vu në pranga. Shpërtimi nuk shkaktoi të lënduar, por vetëm dëme materiale dhe panik tek banorët përreth. 43 vjeçari, i cili u arrestua në tentativë për t'u larguar nga vendi, tashmë do të përballet me akuzat shkatrimi pronës me eksploziv dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve, si dhe armëve shpërthyese dhe municionit. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, sqaron se takimi me Albin Kurtin e vetëvendosjes përfundoi pa marrëveshje politike pasi nuk hoqën dorë nga Albulena Haxhiu. Ai tha se në Tryezë u fol edhe për zgjedhjet e jashtëzakonshme. Lumir Abdigjiku i LDK-s reagoi me kritika duke theksuar se në vetëvendosje të takojnë dhe më pas të mashtrojnë dhe ofendojnë. Me nxitim të madh i ngjiti shkallët, kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti u takua me liderin e Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, për pak më shumë se një orë, pavarësisht se ishin vetëm dhe ballë për ballë, biseda nuk bëri që të dilte tymi bardh nga godina e kuvendit, përkundrazi, vetëm sa e thelloi dhe më shumë krizën politike. Njësoj ndodhi edhe në takimin e mbajtur mes tyre në maj të vitit të kaluar. Për kreun e PDK-s pesha e fajit është në anën e vetëvendosjes, që nuk po heq dorë nga Albulena Haxhiu. Të paktën ne jemi korrekt me thonë që çta si votojmë. Me thonë që Albulena Haxhiu s'ka lënë. Tash nëse duhin me kalu dikon tjetër, mundësinë e kanë. Krasniqi sqaroi dhe arsyen e kundërshtimit të zonjës Haxhiu. Është pozicion shumë i rëndësishëm. Nuk i kemi ne pozicionin e kryetarit kuvendit, pozicion simbolik siç po thonë disa. Jo, është pozicion shumë i rëndësishëm dhe ka ndodhur edhe në kaluarën që mund të jetë dhe kreu i shtetit. Mund ta luajë apo ta ushtroj detyrën e presidentit. Konfirmoi se me Kurtin folën edhe për zgjedhje të jashtëzakonshme. Nuk janë zgjedhja e parë. Ama zgjedhjet janë opcion i vërtet. E kemi përmend, nuk kemi diskutuar për çështme, por kemi përmend që nëse ka një blokadë, nëse vërtet ka një këmbgulje, një kryenetësi nga ona vetëvendosjes, që me thonë ja Albulena ja heq, me bo ma transishme Zojen Haxhiu që po thu thash se so krejt institucionet e Kosovës,
atëherë durën zamër, më mirë me shku zgjedhje edhe nerë. Nga ana e lëvizjes vetëvendosja apo e zotit Kurti nuk ka ardhur asnjë version lidhur me takimin. Jashtëpërisht ndërkohë reagimi i kreut të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku, i cili refuzoi ftesën për të marrë pjesë në të. Apo e kuptoni tani, sepse me të tillët nuk mund të kesh as takim dhe as mirëkuptim, të takojnë, të mashtrojnë, gjersa të thërrasin në takim, jashtë ofendojnë. Në fund veprojnë me arbitraritet të plot, sepse nuk njohin njerëzoren, as fjalën, as kurrizin. Kundër takimit me Kurtin u shprehën edhe nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Presidenti serb Aleksandar Vučić po qëndron në një vizitë në SBA ku synon të marrë bekimin e Donald Trump për të shkuar në Moskë më 9 maj, kur shënohet edhe dita e fitores ndaj nazizmit. Por një tjetër çështje për cilën kërkon dëshpërimisht mirëkuptimin amerikan është Kosova. Për gazetarët, kreu i shtetit serb tha se nuk mund të ketë standardet dyfishta dhe karta e OKB-s duhet të zbatohet jo vetëm për Ukrainën, por edhe për Serbinë. Ai deklaroi se në një bisedë të kryer me Rudy Giulianin, bashkëpunëtori Donald Trump, i kishte theksuar atij dy gjëra. Nuk mund të keni një qasje të dyfisht, të thoni se jeni në favor të respektimit të së drejtës publike ndërkombëtare dhe kartës së OKB-s, dhe pastaj të bombardoni Serbinë, të pushtoni 13 ose 14% të territorit të Serbisë. Dhe kur diçka e ngjashme ndodh në Ukrainë, atëherë është një krim. Nuk mund vazhdosh të thuash në Sarajevo se Kosova është e pavarur dhe pastaj të thuash se Dodiku është kriminal që dëshiron diçka tjetër, theksoi Vučić për gazetarët. Ai shtoi mëtej se do të fliste për këtë me Trump, me cilin siç pretendon do të zhvillojë 2 takime, ndërsa përsëriti qendrimin se Kosova i përket Serbisë. Agjencia e Sigurisë dhe Informacionit në Serbi, BIA, para pak ditësh publikoi një deklaratë në cilën akuzonte policinë e Kosovës për shpërthimin e kanalit Iber Lepens, që ndodhi në 29 nëntor 2024. Në të njëjtin linjë të njëjtë, gazetari serb Branislav Krastic deklaroi se vrasja e rreshtetit të policisë Kosovës Afrim Bunjaku është dëm kolateral dhe jo vrasje drejt për drejt, dhe po ashtu sulmi në Banjska është një lloj shfaqjeje. Eksperti për çështjet e sigurisë Gurakuç Kuçi nga Instituti Octopus pohon se këto dy deklarata të afërta në kohë dhe përmbajtje tregojnë një përpjekje për të krijuar një debat publik për rikualifikimin e fakteve. Sipas tij, synimi është të devijohet vëmendja nga karakteri real i sulmit terrorist në Banjsk dhe po ashtu i shpërthimit në Iber Lepens. Deklaratat të tilla ngren dyshime për një narrativ të koordinuar propagandistike që synon ta paraqesë terrorizmin organizuar kundër shtetit të Kosovës si incidente të paqëllimta apo të interpretuara gabimisht, pohon eksperti. Sindikatat e punëtorëve në Kosovë protestuan sot me rastin e 1 majit për të kërkuar rritje të pagave dhe kushte më të mira pune, veçanërisht për sektorin privat. Sipas të dhënave të fundit, paga mesatare në Kosovë është 702 euro. Me moton qeveri kompani është bërvon kthjelluni ose lam të mirë, Federata Sindikale e Punëtorëve Teknik të Sektorit Privat të Kosovës protestoi sot në Prishtinë me rastin e ditës ndërkombëtare të punëtorëve. Kreu i sindikatës Jusuf Azemi tha se punëtorët e sektorit privat të Kosovës janë trajtuar si sklever nga ana e institucioneve, duke shtuar se trajtim të tillë s'ka thuajse askund në Europë. Kemi arë në një shkallë që të kërkojmë kërkesat tona, do po marrim një pagë 232 euro, të nderuar deputet me prezencën e juaj për 5 minuta po i merrni 200 euro dhe ajo që është më e keqja, ju nuk po e kryeni funksionin e juaj. Pjesëtarët e sindikatës kanë kërkuar rritjen e pagës në sektorin privat në 600 euro, marrëveshje kolektive, sigurime shëndetësore dhe themelimin e një gjykate të punës. Në këto ditë të rënda, për të sotën herë, njoftuam shtetin dhe personat përgjes se ne nuk po mund të mbjetojmë me pagat që i kemi. Në Kosovë, punëtorët e sektorit privat të Kosovës edhe sot marrin pagë 230 euro. Kjo pagë nuk po na le të vdesim, po dhe nuk po mund të jetojmë. Paga mesatare bruto në Kosovë sipas të dhënave të fundit të administratës tatimore të Kosovës është 702 euro. Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se mbi 613.000 ose 57% e qytetarëve të moshës së punës nuk janë ekonomikisht aktiv. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Ukraina firmosën marrëveshjen për shfrytëzimin e nën tokës pas një ndryshimi të minutës fundit bërë nga Kievi.
Gjithashtu është krijuar një fond investimesh për rindërtimin e vendit të shkatëruar nga lufta e nisur nga Federata Ruse. Amerika merr fitoren e parë në Ukrainë. Washingtoni dhe Kievi kanë nënshkruar një marrëveshje për të ndarë fitimet nga shitja e ardhshme e rezervave minerale të Ukrainës pas muajsh negociatash të tensionuara. Të dyja vendet kanë rënë dakord që të krijojnë një fond investimesh për rindërtim për të nxitur rimëkombjen ekonomike të Ukrainës nga lufta me Rusinë. Sekretari i thesarit të SBA-s, Scott Bessent, tha se kjo tregonte se të dyja palët ishin të përkushtuara për paqe dhe prosperitet të qëndrueshëm në Ukrainë. Për Kievin, marrëveshja shihet si thelbësore për aksesin në ndihmën ushtarake amerikane. Ukraina besohet se ka rezerva të mëdha mineralesh kritike si grafiti, titani dhe litiumi. Ato janë shumë të kërkuara për shkak të përdorimit të tyre në energjinë e rinovueshme, teknologjinë ushtarake dhe infrastrukturën industriale. Marrëveshja vjen mes një lufte tregtare të SBA-s me Kinën, nga e cila burojnë 90% e rezervave aktuale të metaleve të rralla në botë. Sipas deklaratës së thesarit amerikan, Fondi i investimeve për rindërtimin SBA-Ukrainë i krijuar Rishtazi, një mbështetje e konsiderueshme financiare dhe materiale që SBA-t i kanë dhënë Ukrainës që nga nisja e luftës në shkurt 2022. Sekretari i thesarit amerikan tha në një deklaratë se marrëveshja do të ndihmonte në zhbllokimin e aseteve të rritjes së Ukrainës. Gjuha e njoftimit tregon shumë më tepër solidaritet me Ukrainën, sesa është zakonisht për administratën Trump. Në të luftës së nisur nga Rusia i referohet si përpjekje për pushtim në shkallë të plotë dhe shton se asnjë shtet apo person që financoj ose furnizoj makinën ruse të luftës nuk do të lejohet që të përfitojë nga rindërtimi i Ukrainës. Zëvendës kryeministrja ukrainase Yulia Syrydenko, e cila fluturoi për në Washington për të nënshkruar marrëveshjen të mërkurën, tha në një postim në X se fondi i ri do të tërheqë investime globale. Duke rënditur dispozitat e marrëveshjes, ajo tha se do të përfshinte projekte në minerale, naftë dhe gaz. Megjithatë, burimet do të mbeteshin pronë e Ukrainës. Partneriteti do të jetë i barabartë në bazë 50-50, shtoi ajo, dhe duhet të ratifikohet nga ligjvënësit në Kiev. Sipas marrëveshjes, SBA do të kontribuojnë me ndihmë të re për Kievin, duke përfshirë për shembull sisteme të mbrojtjes ajrore. Tregja e mundshme e Shteteve të Bashkuara nga procesi i negociatave mes Rusisë dhe Ukrainës ka vënë me shpatulla pas muri Bashkimin Evropian. Në një reagim për mediat britanike, Kaja Kallas, përfaqësuesja e lartë e BE-s, tha se ka një plan B për Ukrainën. Ajo shtoi se askush nuk do të mund ta zvendësojë fuqinë ushtarake amerikane në Ukrainë. Bashkimi Evropian po përgatit një plan B, se si të mbajnë në fuqi sanksionet ekonomike kundër Rusisë nëse administrata Trump braktis bisedimet e paqes në Ukrainë dhe kërkon afrim me Moskën. Është një problem nëse amerikanët do të duan të largohen, tha për Financial Times Kaja Kallas, përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikën e jashtme dhe të sigurisë. Ne shohim shenja se ata po mendojnë nëse duhet largohen nga Ukraina dhe të mos përpiqen të arrijnë një marrëveshje me rusët sepse është e vështirë. Një zëdhënës sekretari i shtetit të SBA-s, Marco Rubio, tha të martën se nëse nuk ka përparim, ne do të rriqemi si ndërmjetës në këtë proces. Zyrtarët evropianë janë gjithashtu të shqetësuar për pasojat e SBA-s që potencialisht do t'i lejonte kompanitë e saj të rifillonin bashkëpunimin ekonomik me Rusinë, ndërkohë që bizneset e BE-s ende nuk e kanë të lejuar ta bëjnë këtë gjë. Kallas tha se ekzistonte një plan B për të ruajtur presionin ekonomik mbi Rusinë nëse Hungaria do të bllokonte zgjatjen e sanksioneve ekonomike të BE-s në korrik, por theksoi se Brukseli ishte ende i përqendruar në mbajtjen e të gjitha shteteve anëtare të pajtuara. Kallas pranoi se ka diskutime në disa kryeqytete të BE-s nëse duhet ndjekur shembulli i administratës Trump nëse ajo braktis Ukrainën. Është e qartë se këto lloj diskutimesh po zhvillohen në disa shtete anëtare dhe ndoshta shpresat janë se nuk do të na duhet të mbështesim më Ukrainën. Është gjithashtu një shpresë e rrem, sepse nëse shikoni Rusinë që po investon më shumë se 9% e produktit të brendshëm bruto në ushtri, ata do të duan ta përdorin atë përsëri, tha Kallas. Zyrtarja e lartë europiane shtoi se Europa mund të ndërhyjë financiarisht për të ndihmuar Ukrainën në rast të interregjit të SBA-s, por pranoi se sa i përket mbështetjes ushtarake, është e vështirë të mbushet bashkëllëku amerikan. Këshilltari i Sigurisë Kombëtare i presidentit të SBA-ve Donald Trump, Mike Waltz dhe zëvendësi i tij Alex Wong do të largohen nga postet e tyre. Ky fakt është bërë i ditur nga agjencia e lajmeve ndërkombëtare Reuters, e cila citon burime diplomatike nga Shtetet e Bashkuara. Ish ligjvënësi republikan 51 vjeçar nga Florida, Waltz u kritikua brenda Shtëpisë së Bardhë kur u përfshi në një skandal të marsit që përfshinte një bisedë në Sinjal.
midis ndihmësve të lartë të sigurisë kombëtare të Trump. Puna e Waltz ka qenë në hares pasi ju bëhe qartë në fillim të kësaj jave se koha e tij në drejtimin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare kishte mbaruar, sipas një burimi të njohur me çështjen. I dërguari special Steve Witkoff, një zhvillues pasurish të paluajtshme dhe mik i presidentit Donald Trump, është duke u konsideruar për të zvendësuar Waltz si këshilltar i sigurisë kombëtare. Shikues nderuar, ishte gjithçka për këtë ditar. Ju kujtoj për zhvillimet më të fundit na ndiqni në faqen tonë zyrtare adusjenen.com. Bashkë kemi përfunduar këtu. Natën e mirë.